Shërbimet e sektorit të qarkullimit rrugor në Vlorë dhe në Sarandë, si rezultati kontrolleve të intensifikuara gjatë 24 orëve të fundit, kanë arrestuar në flagrancë 3 drejtues automjetesh, shtetasin me iniciale RB, 17 vjeç, banues në Delvin, pasi u kap në rrugën Onhezmi në Sarandë, duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi, shtetasin me iniciale KK, 56 vjeç, banues në Sarandë, pasi u kap në rrugën Panorama në Sarandë, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, shtetasin me iniciale FB, 36 vjeç, banues në Vlorë, pasi u kap në rrugën Gjergj Kastrioti në Vlorë, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjatë muajit prill, strukturat e qarkullimit rrugor në Vlorë dhe në Sarandë kanë kryer kontrolle intensive në akset urbane dhe interurbane, duke reaguar ndaj çdo shkeljeje që rrezikon jetën e përdoruesve të rrugës. Si rezultat, janë arrestuar 19 drejtues mjetesh, janë proceduar në gjendje të lirë 15 drejtues mjetesh dhe janë pezulluar 9 leje drejtimi. Gjithashtu, janë vënë 5.936 masa administrative, nga këto 597 për parakalime të gabuara, 319 masa për mosvendosje të rripit të sigurimit, 168 masa për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 471 për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 77 masa për drejtim mjeti në efektin e alkoolit, 910 masa për tejkalim të shpejtësisë, ndërsa masat e tjera për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Policia rrugore e Vlorës ju bën thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të moderojnë shpejtësinë dhe çdo sjellje që cënon jetën në rrugë.